qenë se jam veterinere dhe merre me këtë punë, domethënë për post mjekësisë veterinare, por dhe me këto problemet e tjera që i shoh për ditë. Si nga ana mjekësore mund të themi që duke qenë se ata janë të pavaksinuar shpeshherë dhe të smur, dikush me leishmanioz, dikush me smundje, tërbimi nuk duhet ta themi këtë, nuk është prezent në Shqipëri dhe nuk mendojmë se por smundje të tjera zoonoze që kalojnë nga kafshat e njeriu dhe nga njeriu te kafsha, se dhe ne mund t'u ngjisim atyre, ka raste që mund të ndodhin. Po, dëmtimi aty, një plagë pasi kafshohet nga dëmiqenit, nga qoftë edhe me një dëmtim traumatik kanin, domethënë një kafshim pa gjak, shkakton infeksion me stafilokok, me streptokok, dhe kjo duhet merret parasysh. Ndërsa për smundjet, thash, tërbimi që është më i rrezikshëm e përjashtojmë. Pastaj të tjerat për fëmijët, një fëmijë me një moshë e avancuar, me një imunitet të ulët, diskutohet që si ana psikologjike frika që shkakton, unë kam njerëz që vinë këtu edhe pse kanë kafsh dhe sa po shikojnë një qenë që hyn kur janë me macën në krah tremen, sepse thonë dikur më ka kafshuar dhe jam shumë i traumatizuar. Por problemi madhor nuk është ky që tek smundjet që ngjisin dhe tek këto traumë. Është tek si të bëhemi, zgjidhja e problemit. Sepse shumë njerëz thonë me të drejtë nuk kalojmë dot. Ne animalistët i urrejmë në thonjza këto gjëra, duke u thënë që po ju pse bëni kështu, se faktikisht ju e pat vetë, do ta shkoni. Pse s'më kafshon? S'më ka kafshuar asnjë qen. Qoftë rrugë, qoftë me pronar, për çfarë? Sepse do thoshte disi cilësh qeni ka disa veti që disa enzima që ja përcjell njeriu që ka frikë ose që është në thonjza i keq, ja përcjell qenin dhe ai atë sulmon. Por kjo gjë përjashtohet, sepse një qen individual rri atje në veten e tij dhe ai kërkon ndihmë, sillet mirë që të ndihmohet, nuk agresohet. Por një qenët bëhen agresiv kur janë në hapsh, në cikël, në kalori, si i themi, që duan të çiftëzohen dhe atëre për të mbrojtur tufën, femrën e tyre kështu, agresivojnë midis tyre dhe me njerëzit. Dhe zgjidhja kush është? Sterilizimi, vaksinimi, paksimi i popullatës, mos braktisja, sepse edhe kjo duhet ngritur. Qenë të rrugës nuk është se shumohen në rrugë shumë, se ne me aq sa mundemi të bëjmë sterilizime, por njerëzit në momenti që qeni smuret ose që nuk ju le, thjesht se nuk le në shtëpi, nuk bën rojen, ata e braktisin. Dhe kështu shtohet. Dhe një gjë po vrejmë dhe në thirr dhe me mikeshat e mia animaliste, më kanë thënë që këto kohë në thirr janë parë shumë, mund të jenë edhe të ardhur, nuk e dim. Dhe bëjnë, shpeshherë bëjnë këta. I marrin nga një qytet, i sjellin, nuk e di se kush, se kysh. Ju jeni një individ dhe sot kujdeseni për më shumë se 50 qenë. Po. Me çfarë shpenzime shikoni? Totalisht me shpenzimet e mia, për të qenë shumë oneste, shumë e sinqertë. Një ndihmë të vogël më jep një mikesha ime italiane, shumë simbolike për ushqim që as një javë ushqim nuk bëhen ata, të tjerat me shumë sakrifica me shpenzimet e mia. Keni thirrje sot? Kam një thirrje shumë të fortë, kam kaq vite që merrem me këtë punë, askush nga institucionet unë nuk dua që të bëj atë lypsaren, ta themi në thonjza, dhe të kërkoj, se do thotë është dëshira jote dhe e bën. Por për kë e bëj? Për komunitetin, për kafshët e rrugës. Nuk e bëj për kafshët e mia, një, dy. Thirrja ime është që kërkojnë ndihmë kërkojnë kafshët ndihmë nga institucionet dhe nga shoqatat që kanë, se unë s'jam shoqat, s'jam as veterinere bashkie, jam një veterinere totalisht privat, me të gjitha shpenzimet qera, ujë, drita, rrogat, tatime, taksa, ushqime, mjekime, gjitha unë këto i blej. Kështu që kërkoj ndihmë, është ajo shpreha shumë e bukur. Na ndihmoni të ndihmoj. Duke më ndihmuar mua, unë bëj shumë më shumë se kaq. Dhe gjëja më e mirë që është po ndodh këtë muaj është që në datën 11 deri në datën 14 shkurt, disa kolegë europian, Holland, Danimark, Belgjik, vinë kirurg, vinë këtu për të bërë punë vullnetare, për të bërë sterilizimin
e kafshëve të rrugës qenë dhe mace, dhe mendojmë të bëjmë rreth 100 qenë e mace, edhe më shumë që nëse na premton koha. Thirrja ime është, kjo është thjesht një projekt që pa ndihmë financiare, qoftë nga institucionet, qoftë nga ndonjë shoqat që mund të ketë mundësinë të ndihmojnë. Dhe është totalisht me shpenzimet e mia, ndërsa kolegët vijnë vetëm për të bërë punën e kirurgjisë. Dhe ata vullnetarisht sepse pagojnë rrugën e gjitha ushqimet e këto dhe lëm punën e tyre atyre që ju a dim shumë për falenderit. Thirrja edhe një herë është, ju lutem ndihmë vullnetare në menaxhimin, në kapjen, në mbajtjen e kafshëve dhe ndihmë financiare për shpenzimet, vetëm shpenzimet e materialeve kirurgjike, mjekimeve postoperative, ushqimin, vetëm kaq që kërkoj. Në notës e më që e kemi marrë nga rrugatit Afrin i Ri, e kështu lëmë këtu kafshonte sepse nuk kishte besim të njerëzit, dhe kafshonte kafshonte njerëzit, ishte si lesçimeto, tani shikoj si është. Shumë i dashur, shumë i mirë. Livja tek latë e kodë. Ky është mini i praktikës. Ja ka vënë emri Rotondo, nga Tondo, që ishte atje. Irma, Franco, Dia nga Lushnja Dia. Eva, Vala, Redi, Mira. Shumë moj se kemi, se na flasin njerëzit. Dhe, një kaj sa mund se kemi, neve nuk e të shtrajtoj. I mbajnë tu, vetëm sa për të ushqyer dhe për të Në shef e shkutuar, të mbani një çift fleshësh, e kishin ashtu dhe pastaj nuk u mundën. Ky është frag, të keqin. Shkoro të sa bëjë, ku shkojnë. Po ka që të ndërë të tjerë. Hajde bala. Hajde, Tondo, ti kiçin në autitia, më në shi.